ndoshta i kishin mirë dhe ju me abstenu. Është e pa mundshme që mos ketë një limit. Ju falenderoj për respekt, jemi ndalë sot këtu, për shkak se po na vjen keq që po detyrohej çdo 48 orë, edhe ju si media, me armë për cilë një cirk që po ndodh në vendin e Kosovës, pa ndonjë ndryshim, pa tentim të ndryshimit nga kjo lëvizja vetëvendosje, sepse ju keni është dhënë alternativa, e thanë edhe para folësit, ta janë lidhë me një emër i cili s'po kalon dhe s'po merë ma shumë se 55 vota, dhe këta s'po tentojnë as me ndryshu edhe me provu se a ka ndonjë kandidat tjetër i cili i plotson kushtet dhe ndoshta që ish votu edhe prej partnerëve, prej partive tjera parlamentare, nuk po dëshirojnë. Mirë që s'po e aboni ju edhe sikur se këtu vendet dhe ambasador që mos po qojnë përfaqësues për mi përcjell këto seanca plenare, ndoshta i kishin mirë dhe ju me abstenu sepse s'po prodhon kur gjuhë. Vetë gjykata kushtetuese e ka dërgu këtë material sepse na kanë përgjigj me një shkrim që atë kërkesë që kemi adresu në gjykatën kushtetuese do ja dërgojnë një kopje presidentes së vendit, kryeministit së vendit, deputetëve në mënyrë edhe kanë përcaktuar afatën kohor për nëse dikush ka ndonjë koment, është drejt e deputetëve, është drejt e gjithë secilët që e ka marrë këtë material me dërgu ndonjë koment. Ne nuk e dim se a do të dërgojnë komente apo jo, do të presim. A pajtohem ne me këtë formë, ndoshta kishte qenë edhe sikur se njëjtë që është për formimin e qeverisë, është dashur me një akt vendim të gjykatës kushtetuese me u përcaktu koha, ndoshta periudha sa ka drejt me e konsumu këtë drejt partia e parë që u ka dhënë drejta për zgjedhjen e kryeparlamentarit, sepse në fundit është e pa mundshme që mos ketë një limit. Ndoshta pikërisht për shkak të adresimit, ndoshta gjykata kushtetuese do të jep edhe ndonjë koment në këtë drejtim, sepse mendojmë që ishtë me qenë edhe një periudhë kohore deri kur kish mujt lëvizja vetëvendosje me propozuar një kandidat për kryeparlamentar, dhe nëse nuk i siguron votat, njëjtë sikur se është për qeverinë, ishtë me qenë edhe për kryeparlamentar.